Ky është momenti shqiptarëve, një erë e re, po fryn për ne. Shqipëria fitoi kundër Serbisë me shifra 0-1 në 11 tetor, ndërsa Kosova fitoi ndaj Suedisë në transfert në shifra 0-1 pak orë më vonë. Shqipëria dhe Kosova janë në vendin e dytë dhe thuajse të siguruara për të arritur në fazën e play-offit të botrorit. Për herë të parë në histori, Shqipëria dhe Kosova është kaq afër botrorit dhe mund të ndodhë një magji e madhe që era jonë e parë të na gjejë bashkë në këtë eveniment kaq shumë të rëndësishëm. Por e bukur e kësaj kohe dhe fatit që po vepron në të mirën e shqiptarëve nuk është vetëm kjo, por edhe bashkimi ynë kundër Serbisë. Shqipëria mundi për herë të parë në histori Serbinë në një ndeshje direkte në fushën e blertë dhe siguroi të gjitha shanset për të marrë vendin e dytë. Kështu në Serbi nisën llogaritë se si mund të shkonin në botror, duke dalë në vendin e tretë në grupin tonë dhe sipas llogarive të tyre, shansi i vetëm mbeti nga Liga e Kombeve. Dhe po sipas këtyre llogarive, Suedia duhet të merrte vendin e dytë për të mbajtur në lojë sadopak shpresat e Serbisë deri në fund. Pra nëse Suedia fitonte kundër Kosovës dje në mbrëmje dhe afrohej me vendin e dytë, Serbia kishte shansin e saj për të shkuar në botror, edhe pse do të ishte në vendin e tretë në grup pas nesh. Të paktën ky ishte raportimi i mediave serbe dhe kështu pas Shqipërisë me fitoren dje të Kosovës, një tjetër goditje e madhe ka ardhur për Serbinë. Atëherë sipas logjikës sportive, Suedia ka fituar grupin në Ligën e Kombeve dhe ka të siguruar vendin në play-offin e botrorit. Por nëse dilte në vendin e dytë të grupit kualifikues, ku ndodhet edhe Kosova, do të lindë një vend bosh nga Liga e Kombeve, nga ku Serbia kërkonte të përfitonte. Shqipëria i dha një goditje dhe Kosova i dha të fundit. Serbia është totalisht jashtë çdo gare. Media serbe, Sport Klub shkruan me zëshpërimit: Suedia humbi, por kjo nuk është i problem për suedezët, sepse si fitues të njërit prej grupeve të Ligës së Kombeve, ata janë të sigurt se do të kualifikohen për Kupën e Botës në SBA, Meksik dhe Kanada në play-off. Suedia mund të arrijë në vendin e dytë në grup vetëm nëse fiton binçëm në 2 ndeshjet e fundit dhe nga ana tjetër Kosova humbet të 2 ndeshjet e saj. Është e qartë se kjo është shumë e vështirë që të ndodhi, shkruan media serbe me zëshpërimit.